E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish së bashku, këtë herë për të komentuar pak Selinën dhe Rogertin. Nata e mbrëmshme ishte një natë e zjarrt me diskutime, në epicenter ka qenë Brikena dhe Mateo. Selina ishte natën e mbrëmshme përkëdhelur nga opinionistët, ndodh ndonjëherë dhe është për tu duar trokitur realisht. Mbrëm Selina teksa po qëndronte në verandë së bashku me Edisën, Mirin dhe Rogertin, do me thënë ishin të katër teksa po darkonin. Selina mbet me këtë grup. Miri dhe Rogerti po bisedonin me njëri tjetrin dhe Rogerti në një moment tha një fjalë që në fakt e pyeti Edisa, a je kështu edhe jashtë, e pyeti Edisa, ndërsa Selin duke ngrënë bukë reagoi po kështu është dhe Rogerti tha po e din, tha ajo, tha se më nje. Do me thënë, ishte një mënyrë të shprehurit dhe një mënyrë bisede që unë tek Rogerti e pash që e ka shumë të nevojshme që të luan me Selin. Do me thënë, Rogerti kur është me Selinën e haron juelën, që kjo nuk kupton, Selina është kryefjala e shtëpisë dhe të gjithë banorët kanë interesin dhe kanë ndjesin që të jenë pranë saj dhe të jenë me të. Por në anën tjetër, do me thënë, është ngritur një lëvizje e madhe, le ta themi kështu, në rrjetet sociale nga fansa të ndryshëm, të cilët kërkojnë që Selina ta shpjegon këtë raportin se nga ku e nje Rogertin dhe si e nje. Tani, unë mendoj që kjo fjala nga ana e Selinës erdhi në formë ironike. Nuk erdhi në formën se Selina e nje dhe dëshironte që të tregon se çfarë karakteri dhe çfarë njeriu Rogerti është jashtë. Unë mendoj që Selina këtë gjën, siç është mësuar ajo që të hedhën batuta ironike për të goditur tjetrin, unë mendoj që këtë gjën Selina e tha në kuadër të humorit dhe në kuadër të ironizmit. Por kjo gjëja doli krejtësisht jashtë kontekstit, teksa fansat edhe ndjekësit do me thënë e kanë marrë si një gjë personale mes Rogertit dhe Selin. Tani unë jam i bindur që Selina personalisht nuk është takuar me Rogertin dhe nuk e nje. Ndoshta mund të ketë dëgjuar nga tezja e saj që Engji, një shoqja ime, e ka burin kështu, e ka burin ashtu, janë këto gratë e lagjës që në fakt bëjnë muhabetet në për kafe dhe në për çaj, por nuk ma merr mendja që fjala e thënë kundër drejt Rogertit mbrëm ishte një fjalë që vuloste fjalët e Rogertit që Selina e nje nga jashtë. Do me thënë nuk e shoh të ktill, por e shoh edhe si një portë në fakt të hapur për një temë të re kundër drejt Rogertit nga ana e Selinës. Ndoshta Selina është shumë e zgjuar që i përdoren të gjitha këto pikat që në fakt Rogertin e mban në qendër të vëmendjes, por nëpërmjet Rogertit e mban edhe veten e saj në qendër të vëmendjes, pasi që ka nis shumë, do me thënë komentet të arsyeton tani fansat e Selinës. Mua kjo fjalë mu duke thënë në mënyrë ironike, nuk ma merr mendja që Rogerti dhe Selina kanë patur këtë afeksionin jashtë, këtë afrimitetin që realisht nuk, do me thënë, Selin nuk e ka shprehur kur, edhe në sekondin e parë që Rogerti hyri, nuk tha që unë e njoh Rogertin apo kam patur një marrëdhënie të hapur jashtë me këtë në aspektin shoqëror.